Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Ja sa vezë duhet të hani çdo ditë. Do befasoheni. Vezët janë ndër ushqimet me kalori më të mira në planet. Vetëm imagjinoni një vezë të tërë që përmban të gjithë përbërësit e nevojshëm për të kthyer në një qelizë të vetme në një zogë të vogël pule. Megjithatë, vezët kanë një reputacion të keq për shkak të kolesterolit të lartë në të verdhën e saj. Në të vërtetë, vezët e mesme përmbajnë 186 mg kolesterol, i cili është 62% e rekomandimit ditor. Njerëzit besojnë se në qoftë se keni ngrënë vezë, kolesteroli ngritet në gjak dhe kontribon në sëmundjet e zemrës, por zbulimet e fundit thonë se trupi i secilit rregullon nivelin e kolesterolit vet. Por a e keni ditur nga çfarë varet ngjyra e lëvozhgës së vezës? A bën mirë të hahet veza në mëngjes dhe për sa kohë skadojnë ato? Të gjitha këto pikpyetje që keni me konsumin e vezës dhe sa vezë duhet të hani çdo ditë, do t'i përmendim në këtë video sipas ekspertëve. Pjesa e verdhë e vezës është burimi i shkëlqyer i një substance që njihet edhe si vitamina J, shumë e rëndësishme për të përmirësuar funksionet neurologjike dhe inflamacionet, por vitamina këshillohet edhe për grashtatzana sepse ndihmon në zhvillimin e trurit të voglit. Prej kohësh vezët konsiderohen si armike e kolesterolit, por studimet e kohëve të fundit përgënjeshtrojnë kategorisht këtë ide. Ngjyra e të verdhës së vezës varet nga lloji i ushqimit që ka ngrënë pula, por nuk ka të bëjë as pak me veçoritë ushqyese të saj, të cilat nuk pësojnë ndryshime negative. Ka ndryshime mes vezës që e ka në lëvozhgën më të vogël e më të trash, por nuk ndryshojnë gjithashtu nga vlerat ushqyese të tyre. Veza do të stimulojë një mbrojtje më të mirë të organizmit. Ekspertët këshillojnë që vezët të konsumohen brenda 28 ditëve, në mënyrë që ato të mos ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e 1 deri në 2 vezëve çdo ditë. Ato do të përmirësojnë edhe shumë elementë ushqyes në mburojtje të organizmit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të plota si një zgjidhje alternative ushqyese shumë e rëndësishme në dobi të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Veza e zjerë është padyshim një nga burojat më të mira ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj. Veza është padyshim përbërësi më i rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të saj është sigurisht përgatitja në formën e zjerë. Por a e dini cilat janë vlerat e konsumit të vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë rreth 200 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët vazhdimisht thonë se veza mund të ofrojë një sër përfitimesh për njeriu. Ata e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese me efekte pozitive në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Sigurohuni që në dietën tuaj të konsumoni të paktën 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Kështu do të keni edhe më shumë përfitime për shëndetin dhe do të merrni këto vlera të rëndësishme për trupin të renditura sipas dhe Elsajt. Do të merrni yndyrna cilësore për shëndetin tuaj. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës dhe përrjedhojnë edhe niveleve të sheqerit në gjak. Vezët do t'japin proteinë cilësore në mbrojtje të organizmit dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteina për të forcuar muskujt dhe për të mbajtur trupin më në formë, por të gjitha proteinat ndihmojnë organet e trupit në një strukturë më të mirë mbrojtëse kundër murit të qelizave të dëmshme. Vezët janë një aleat i shëndetit të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në mbrojtjen e retinës së syrit, në thithjen e dritës dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni që të përfitoni më shumë nga konsumi i vezëve, atëherë këshillohet që ato të jenë më mirë në formën e tyre të zjerë.
Vezët janë në një mburojë e shëndetshme për të pasur kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitamina D, vitaminat të cilat janë të rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Gjithashtu, vezët e zjera mund të kombinohen me produkte sa më të shëndetshme për të rritur vlerat e trupit dhe për të parandaluar gjithashtu dëmet që mund t'i ndodhin shëndetit tuaj. Sigurohuni që pasi të keni zgjerë vezët i konsumoni brenda 2 ditëve, në të kundërt do të humbasin shumë nga vlerat e tyre të rëndësishme ushqyese. Vezët do t'i japin përfitime të larta për shëndetin dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më ushqyese, duke e futur atë në një nga 10 ushqimet më të rëndësishme me vlera të rëndësishme thelbësore për organizmin e njeriut. Vezët ofrojnë proteina të cilësisë së lartë. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet te e bardha e vezës. Vlerat ushqyese të vezës janë vërtet të larmishme në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Vezët ofrojnë proteina cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet gjithashtu marrja e seleniumit, fosforit, edhe vitaminave B12 dhe antioksidantëve, të cilat e mbajnë qelizat më të shëndetshme. Vezët do të ulin gjithashtu edhe problemet të triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet më të mirë. Veçanërisht vezët janë të pasura me acide yndyrore omega 3, duke qenë se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët sugjerohen të konsumohen vazhdimisht në dietën tuaj dhe sipas studimeve të cilave u referohemi sipas Elside, njerëzit që hanë vezë janë në 30% më pak të rrezikuar gjithashtu nga humbja e jetës si pasojë e problemeve ishemike. Vezët janë në një mburojë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet të zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme, falë regjimeve ushqimore ku përfshihet edhe konsumi i vezëve. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga problemet kardiovaskulare. Kryesisht këshillohet konsumi i vezëve të zjera si një element mjaft i mirë ushqyes në mburojjen e trupit. Vezët do të nxisin një ngopje më të mirë të shëndetit. Njerëzit që hanë vezë rregullisht do të kenë një ngopje më të mirë deri në vaktin e radhës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë, gjë e cila do të sjellë rezultate pozitive nëse jeni duke u përpjekur të mbani një peshë më të mirë trupore. Vezët janë në një mburojë gjithashtu shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të syve. Antioksidantët tek veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët që gjenden gjithashtu edhe te barishtet në kombinim me vezën do të ofrojnë nivele të mira të luteinës, element këto esencial në rritjen e përfitimeve të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Sigurohuni që vezën ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e mirë që ajo ka në mbrojtjen e shëndetit. Vezët mund të cilësohen një mburojë e mirë edhe për të pasur një mendje të mprehtë. Konsumi i saj në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt, duke rritur vlerat e shëndetit të kujtesës. Falë vitaminës D që gjendet te veza do të mbrojë trurin dhe konsumi i saj do të përmirësojë gjithashtu edhe gjendjen të qelizave nervore. Për më tepër vezët përmbajnë elemente të kolinës, të cilat janë veçanërisht të rëndësishme për shëndetin e trurit. Ndaj mos nguroni që të konsumoni të paktën 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos u zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.